Kush përdor të bardh, harron se kush është. Jam gjithmonë dhe më i bindur për këtë frazën që kam shkruar para disa kohësh. Dhe çdo konsulent që bëj me çuna shumë të suksesshëm që kanë arritur të realizojnë gjëra të mira në jetë, dhe sa më shumë kam përdor, aq më shumë nuk njohin më veten e tyre, nuk njohin më cilësitë e mira që kanë, nuk njohin më pasionet që kanë, nuk njohin më talentet që kanë. Derisa edhe prindrit, familja, njerëzit e afërm, edhe fëmijët e tyre nuk i njohin më. Pra ka ndodhur diçka dhe ajo që ka ndodhur është përdorimi i tepërt i të bardhës që të largon nga vetja, të largon nga ai që ti je. Edhe automatikisht edhe njerëzit që ke afër, njerëzit që të duan, e ndjejnë që po largohesh nga vetja, e ndjejnë që po harron se kush je. Ky, për mendimin tim, është dëmi më i madh që të bën e bardha. Njerëzit janë kurioz të dinë çfarë dëmesh të bën në zemër, në tru edhe të gjitha këto gjëra që me thënë të drejtën nuk më pëlqen të flas fare. Mirë, dëmet më të mëdha që të bën e bardha është që të largon nga vetja dhe harron se kush je. Harron gjitha cilësitë e mira që ke. Prandaj është mirë që të gjesh një moment edhe të ndalosh, të reflektosh, të kujtosh se kush je, dhe nëse nuk ja del dot për ta lënë të kërkosh ndihmë, sa më shpejt, sa më i pastër të rish, aq më shumë do kujtohesh se kush je, aq më shumë do dalin cilësitë e mira që ke. Kujdesu për veten.